Duket se dita e gjestit, po merr kthesa të papritura dhe po e sfidon në mënyra të ndryshme. Teksa po i gëzoi fitimit të çmimit të madh, këngëtari u prek nga një humbje akoma më e madhe, ajo e të vëllait në një aksident rrugor. Gjesti u tërhoq nga rrjetet sociale dhe nga muzika për disa muaj, e më pas u kthye fuqishëm me një këngë që ja kishte dedikuar të vëllait dhe që mori miliona klikime brenda një dite. Por duket se Gjestit nuk po i ndahen problemet, pasi ai është prangosur në Prishtinë për armbajtje pa leje. Pas ndalimit, Gjesti është shoqëruar në stacionin policor, ku është intervistuar nga autoritetet në vijim të procedurave dhe në koordinim me prokurorinë e shtetit. Është marrë vendimi që ai të dërgohet për mbajtje 48 orë i izoluar. Por ajo që ka shqetësuar më shumë babain e Gjestit është fakti që disa media, duke i referuar burimeve policore, janë shprehur se Gjesti akuzohet edhe për vjedhje. Kjo ka tronditur më së shumti babain e tij, i cili pasi ka shkuar në polici së bashku me avokatin për t'u interesuar për djalin, është shprehur i revoltuar për akuzat e padrejta që i kanë bërë Gjestit për vjedhje. Mësohet se ai ka thënë: "Nëse i mbir ka thyer ligjin, ai do të mbaj pasojat për veprimin që ka bërë, por ju nuk mund të abuzoni duke i thënë mediave se Gjesti ka vjedhur. Kjo është një fyerje për familjen tonë. Nuk është e drejtë i vini djalit tim këto epitete që nuk i ka, dhe për më tepër, ju nuk keni prova." Duket se babai i Gjestit është shqetësuar së tepërmi për lajmet që po qarkullojnë së fundmi se përveç armbajtjes pa leje, Gjesti akuzohet edhe për vjedhje.